Është i pranishëm shumë shpesh në ekranet televizive, por asnjëherë si sonte në prive. E kam fjalën për zotëri Ramush Haradinaj, i cili do të na shpalos disa pjesë nga jeta e tij me gruan dhe familjen. Në vazhdim e ndjekim bashkë se si kalon një ditë e tij, me çka merret ai më së shumti dhe si e kalon pas ditën me familje. E ndjekim bashkë në një material të përgatitur nga kolegja jonë, Maki Bajrami. Ata janë në vëzhgim nga të gjitha shtresat të shoqërisë, pasi fati i popullit dhe vendit në të cilin jetojnë është në duart e tyre. Disa persona janë në sytë e publikut më shumë se të tjerët. Këto privilegj dhe përgjegjësi nuk mund ta ketë askush përveç politikanëve, puna dhe veprimet e të cilëve janë model. I njohim nga profesioni që ushtrojnë dhe në bazë të kësaj krijojnë përshtypje të ndryshme. Shpeshherë edhe i paragjykojnë për qëndrimet e tyre, e madje në përditshmëri i imagjinojnë të tillë dhe me jetë luksoze. Por cili është realiteti? Emisioni prive ka kaluar një ditë me kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, për të njoftuar me jetën e tij jashtë politikës. Sa po zgjohet nga gjumi, Ramush Haradinaj merr rrugën për në Aleancë. Aty takon kolegët të cilët e informojnë për agjendën dhe diskutojnë rreth aktiviteteve partijake. Unë ishtë edhe të zameja të regullin, qka së kryjë, qka kryjë. Qa ka me dhumëri, po të të Pastaj shkon në Zyrë, ku pret vizita dhe mban takime të ndryshme. E më pas e pret tereni. Nashta janë ja 3 lloj ditëve, do nuk janë njëjta ditët. Janë disa ditë që bojmë organizim ose përgatitje nga këtu, nga selia qendrore. E këto e quajmë më shumë ditë administrative, menaxheriale. Pastaj janë ato ditët kur jemi në terren, kur shkojmë shumë herët, unë ndohë që nuk vi fare këtu, po më njerë shkojmë në terren, edhe ndohë që më u kthy mas mesit natës. Edhe janë ato ditë e kombinume, kur do të më ardhë këtu, me kry një pjesë të punës, do një takim, do një diplomat, do një aktivitet në parlament, ose veprimi caktuar që lidhet me ato që ndodhin në vend, o prapë është terreni. E këto janë më të vështirat. Ditët e lehta dhe me më pak angazhim, i pari Aleancës i ka goxha në qejf. Sa herë që s'ka ngjarje mediatike, gëzona, se veshi gjinse edhe në i këmisha, diçka ma letë, po sa herë që ka ngjarje që në protokolare, punës, ma mediatike, për shkak të respektit të porosis, duhet me qeni i këtil, po jo çdo herë kështu. Ndryshe nga shumë politikan, kryetari Haradinaj nuk është i fiksuar pas markave e garderobës. Po nuk e kam shumë kiametat pjesë, pucat i blevet, që si me thonë shumë i vështirë për pucë. Pucën kam qef, jo veç këto të punës, po ato të sportit e teqës, pucën nuk kam qef nga bledi kush, edhe me kravat kam të rash, për shkak se ngjyrat i kam pak ma të fiksume. Përveç kravatës, ai ka edhe një tjetër problem. Njajtë edhe me urrue, për shembull, me pështu në ditë pa urru, është mirë se e fiton një ditë, realisht, edhe është bukure nga ngarkesë, kur do ditë me urru, për shembull, do ditë në mëngjes. Jashtë këtyre rregullave etike që duhet zbatuar nga një politikan, Ramush Haradinaj ka edhe raste ku relaksohet. Palestra është një pjesë e preferuar e kryetarit të AK-s, e gjithashtu edhe vrapi. Tash, në qëtë kohë, jem të bo të përgatitje për gjysmë maratonën e Prishtinës, edhe kom marrë ma ragë këtu, ma shpesh po vrapojnë, pra në gërmi, dje kam qenë vrapim, sot e kam fosh nesër prap vrap, synojnë marrë çdo ditë, po të paktën 4 herë në javë po. A ushtron për me duk bukur edhe fit, a ushtron për me ndi mirë me shëndet? Dyjat. Dyjat, kam fillu shumë i ri, shumë fri,
Kam qenë shumë I pasionuar pas arteve luftarake, arteve marciale, edhe pas vrapimeve të gjata. Dikur kam kanë I ri, 100 kilometrash ka qenë specialiteti në vrap, kohën më të mirë kam pas 10 orë 26 minuta. Tash gjitha ushtrimet janë mirë mbajtje, pra nuk shënoj me arrit diçka më shumë, po me mbajt veten, mu duk bukur, mu ndi mirë, me qenë mirë, pa ajo është. Me të përfunduar të gjitha angazhimet, vjen edhe pjesa më e bukur e ditës. Ramushin në shtëpi është I mirë, është modest, është babi mirë, është I vyshëm, punëtor, nuk e ka problem, do më thënë edhe nëse ne I bëm kafshët me herë. Është pak I zhurmshëm, do më thënë duhet merret vesh që është këtu, sepse zakonisht kur Ramushi nuk është këtu, fëmijët janë secili në dhomat e veta, bëjnë detyrat, unë merrem me gjërat që merrem në shtëpinë zakonisht. Edhe po sa vjen Ramushi, do më thënë vret një farë gjallëries, edhe fëmijët vinë poshtë, na pret gjithë dhe pastaj hajdeni këtu, kështu që ndryshon pak atmosfera, bëhet më gjallëriese. Sa ju përkushtohet juve, ty edhe fëmijëve? Sa merret me juve? Po tash ne kemi bën një marrëveshje, ka thonë unë merrem me ty, ti merru me fëmijët. Edhe vazhdojmë me zbatu këtë marrëveshje, me mu merret. Merret me mu, por edhe me fëmijët më ndihmon, sepse tash që janë rrit fëmijët kanë më shumë obligime të thënë drejtën. Ndonjëherë ka nevojë për një zomatrazh burri në shtëpi. Ku babi mirë është, kur të është puna me mbërtit Anita, mbron Ramushi, kur është puna me mbërtit Ramushi, mbron Anita. Ramushi është babi mirë. Po, Se është I mirë, a të vlen çokoladë, a të është I mirë? Se na ka gjuar neve në shkollë. Qysh dihesh ti kur ishte babi në televizor? Mirë. Edhe pse Ramushi nuk është shumë prezent në shtëpi, të paktën atë pak kohë të lirë mundohet ta kalojë me familje e në mënyra të ndryshme. Vikemi për ne si vikend nuk ekziston, në si familje. Po ndonjëherë ndodh që bim takon përpara, planifikojmë edhe jemi bashkë gjithë. Varet çka bojmë atë besni, ai dalin, ai trek, në shkudejnë të nanë, nështë në katon. Me thonë edhe këtu ma shumë Anita e menaxhon jetën tonë të lirë. Ajo vendos ma shumë që I shkon mirë me bada, unë ju bashkona. Në shtëpinë e Ramush Haradinajt janë të rrallë edhe mysafirët. Kur kemi qenë atje në Dragodan, po, në shtëpi atje, ma shumë. Kemi pas gati çdo të natës, çdo natë, ose kemi shku ose kanal. Për që kemi arë këtu kemi ma e vogël në shtëpi, s'po kemi mundësi ashtë, s'po ka situace me fëmijë me një vend kërej. Jemi përpjekje me ndru këtë shtëpinë, nashta për një më të madhe dhe pastaj me ndryshu pak se jemi bllokuar. Përveç profesionit që ushtron, Ramushi është I zoti edhe në fusha tjera. Ai nuk mbetet keq edhe nëse ndonjëherë I mbesi në qafë punët e shtëpisë. Unë di me gatu se kom jetu I vetëm, për shembull, përëndime ato dhe çdo gjë që jeta e di. Dive ishte I rohet maqin, dive I djerë, dive I da vetë që nevoja, po zakonisht nuk do me I bo, me gatu jasheja, po di me konut, këtë që ka vëllë një gjerë, me kry punë shpejt e shpejt, nuk nuk është I komplikueshëm. Nuk e bëj shumë temë. Shumë praktik. Shpejt kry punë. Edhe buk me pa shteta. Në njëre Makona ka vonë mas darke në e kërë ka shku o kry dita e ndodhë që është njëna unë. Edhe kom qef me marrë bukën me shti pa shtetë mes të knasë. Por nuk janë këto aftësitë vetme të parit të AAK-s. O moj Kosovo, o moj bukuroshe, E duke qenë se muzikën e ka pasion, ai ka ndjekur me qindra koncerte, jo vetëm të shqiptarëve, por edhe të artistëve me famë botërore. Mas pari kom qenë në koncerte të tyre që janë shumë famshëm.
për shembull kam qenë në koncert Floydave, Pink Floyd, Lausanne, në Palais de Beaulieu. Kam qenë në Lezër, kam marrë pjesë në organizim në rock koncert Lezër, që ka qenë aty kam pa Zucchero, Brother Santana në gitarë, kam pa Johnny Holiday, kam pa plot tjerë, Patricia Kasse, plot tjerë që kanë qenë të rregullt aty në ata. Edhe kam pa shosën e mi pa. Kjo është përditshmëria e kryetarit të AAK-s, i cili jeton dhe vepron njësoj sikurse pjesa tjetër e shoqërisë. Ajo që e dallon Ramush Haradinaj nga masa janë vetëm detyrat dhe përgjegjësitë prej politikani.